ta falmi njëri tjetrin, e atë pajtohemi në drejti që të keqe me mirësi të ndryshojnë. Qaçarin, namën, shtirën, pra, gjithë atyre që ka tonë të shkollë, gjithë atyre që kanë dërë gjatë. Qytetar, të nderuar pjesëmarrës, motra e vëllezër të këtij vendi. Sot nuk jemi mbledhur këtu për asnjë parti, nuk jemi këtu për asnjë karrig, as për ndonjë interes personal. Jemi këtu për një të vërtetë të madhe që po hesht për Kosovën, që po mbahet peng. Që nga zgjedhja e fundit, populli ka heshtur dhe ka pritur. Ka pritur që deputetët ta nisin punën, ka pritur që institucionet të formohen, ka pritur që të dëgjohet zëri i qytetarit. Por çfarë ka marrë asgjë? Blokadë, pazare, heshtje të turpshme në kuvend. Deputetë të nderuar, nëse nuk keni kuptuar ende, këtë po ja themi sot publikisht. Ju nuk jeni pronar të këtij shteti, jeni punëtor të tij. Dhe populli që u votoi, po ju shikon, po ju gjykon dhe nuk do t'ju afal këtë lojë të ult me demokracinë. Ne shoqata roja e kohës, si qytetar të këtij vendi, që kemi kaluar luftën, mjerimin dhe sakrificën, nuk mund të rrim duar kryq për balë kësaj grupe që po ndodh në emër të politikës. Kosova nuk është për pazare, kuvendi nuk është vend pushimi, institucionet nuk janë kartë në dorë në askujt për pazare partijake. Ne kërkojmë vetëm një gjë, formoni institucionet,